Të gjitha sloganet e tyre lidhen mos me ikë nga Shqipëria. Dhe unë besoj si Altin. Zoti i gjykon njerëzit dhe vepron me popujt e tyre nga mënyra se sillen njerëz. Zoti po na mbështet. Zotin e kemi me vete dhe Rama nuk e ka gjatë deri në 30 qershor. S'ka për ta kapur 30 qershor. Do ta kapi si kryeministër, do ta kapi si qeveri, do ta kapi si jetëgjatësi fizike, biologjike, si njeri që do përfundojë në pranga, si një që do e rrëmbejnë, që do e rratisët, këtë nuk e di. Kjo do varet shumë nga veprimet e ditëve që janë në vijim, por është i sigurt që ky popull që ke parti vetëm po shtohet sepse njerëzit janë përballë një krize. Cila është kriza më e madhe që kanë njerëzit sot që nuk po vinë proteste që do vinë? Edhe ose ata që nuk po vinë dhe po vinë. Është kriza kur ata e shohin të mirën, e kanë përballë syve në ekranet, celular, televizor, dhe ata janë ke e keqja. Arsye pse po shtohen,